Di se a ka pas marrëveshje për me dhënë kryetar në kuvende, unë të paktën nuk e di. Ka pas në media fjalë, edhe ka pas shumë raportime, por zyrtarisht unë as në grup apo as me kolegët e mi, unë nuk e kam ditë që me më thonë që jenaja kemi delegu pozitën e kryetarit kuvendit Zotit Limaj për të qenë kryetari kuvendit. A duhet hidhet poshtë se cila mundësi që Limaj tjetë kryetar kuvendit? Unë nuk mund të them as po as jo. Pse? Sepse nuk e di. Po nësë është zonja Haxhiu atëre, do të që... Unë momentin kur zonja Haxhiu ka dalë propozim, unë mendoj që kjo punë veç ka marrë fund. Ka marrë fund, pra Zoti Limaj nuk bëhet. Unë besoj që një koalicion me Zotin Limaj dihet që unë mund të them që nëse bëhet, tash nuk e di, mund t'jetë ndarja ndoshta e çështjeve pozitave të ministra, por jo kryetarit kuvendit. Jo kryetarit kuvendit. Sepse kryetari kuvendit na takon neve edhe me kushtetut, edhe me e thamë edhe më herë. A përjashtohet se cila mundësi për koalicion LDK-PDK? LDK-n ose me PDK-n? Jo, unë nuk mendoj që me PDK-n do të ketë koalicion. Me LDK-n e kemi dërguar letrën publike kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Lumer Abdigjiku, por fatkeqësisht ai nuk ka pranuar as të takohet me neve. E kam fjalën me kryetarin e... A keni një preferencë? Po ne vetë fakti që është dërguar letra Te LDK-ja? Te LDK-ja tregon që keni preferencë LDK-n? Po, vetë fakti që është dërguar letra tregon që ka pas interesim që me Lidhjen Demokratike të Kosovës të ketë të bisedohet për koalicionin arshëm. Në partinë e oligarkëve në koalicion? Falë, unë tregova që ka pas... Po, keni quajtur vetë, apo? Mirë dhe, unë e thash, ka pas... Me partinë e kapur nga oligarkët. A me partinë e kapur nga oligarkët, ju dëshirojnë të bëni koalicion? Pa në politikë nuk janë gjërat bardhë dhe zë kushtrim. Ta shti diçka të Limaj që përmendim. Për ndryshe, vetëm pak arbri sa të bëhet gati të aje përgjigjen, në kanal 10 në Facebook, ju mund bëni pyetje për zotin Rexhaj, për zotin Bajqinovës, edhe në fund do t'i drejtojmë pyetjet në adresë të tyre, natyrisht edhe të mysafirëve tjerë. Po, shtoje Arbër, të lutem edhe të kërkoj ndjesë se ti mendon që unë... Edhe më falë Arbër, edhe ne duhet me bo koalicion me dikën. Pasi që qytetari na i ka dhonë 22% të votave. Dhe ti nuk mundesh vetë me e bo qeverin. Andaj, ju po thoni, do një të bëni me oligark, ju me oligark. Duhem të bëjmë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilën Arbi e tha, është e kapër ndoshta nga oligarkët. Ju dëshironi ta çkapni, me koalicion ta çkapni nga oligarkët. Ashtu ka pasur edheni edhe kritika ndaj zotit Limaj për punën kur ka qenë Ministri i Transport. Po ne i kemi 22%. Tash ju po thoni që Albin Kurti nuk duhet jetë kryeministër. Kushta? Po ju po thoni që nuk duhet me kënë me një koalicion. Po kushta? Me kënë duhet me një koalicion. Po kushta që s'duhet jetë kryeministër, ai ka 48 deputet. Këto parti politike janë kushtrim. Këto parti politike janë. Nuk ka tjera. E vërtet është. Arva shpërmbyllë pastaj me Matoshin edhe do japin gjithë. Edhe mos na bësh ma shumë po flet ti se na. Lena edhe na mu përgjigj. A është kjo kritik ndaj meje? Kjo është akuza e parë kushtem që kemi. A më jep një minutë edhe besoj që mu po më akuzojnë po thos po përfshihesh vetëm Matoshi po flet? Sot Matoshi s'po flet? Jo, Matoshi ti thash nalu, në fillim se po na le të jemi kolegë, kemi punuar me kompani, kështu që ndëgjojnë ja. Ky është presioni latent që ndodh. Absolutisht. Është e qartë situata politike. Kryekuvendari i takon lëvizjen në dosje. Pat edhe zëra për shkakun prej Partisë Demokratike se u folëm për Lidhjen Demokratike, ku Memeli Krasnisi, sekretari i këtij subjekti, e tha një datë të caktuar ku mund të organizohen zgjedhjet. Pra, normalisht, për ne nuk është të dëshirueshme, mirë po nëse situata shkon drejt bllokimit të kuvendit Kosovës, respektivisht mos zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, ne mund ta marrim parasysh edhe shkumjen në zgjedhje. Po s'mundi me shku zgjedhje pa u themelu kuvend, pa u konstituar. Me një marrëveshje. Me marrëveshje partive të presidentit. Me një marrëveshje të partive politike mund ta zgjidhim këtë problem, ta konstituojmë kuvendin, nëse nuk ka vullnet, numra, formula ku mund zgjidhet kjo çështje, mund të akordohemi. Ne edhe
pash edhe më duket që edhe Partia Demokratike bëjmë tamam numrat për me shku zgjedhje. pro kuvendin. Duke pas parasysh, Shpërndan presidenti, s'ka. duke pas parasysh që thash kjo është pra rrugë